Autoritetet shpallën këtë të shtunë gjendje në jashtëzakonshme në pjesën perëndimore të Bosnjë-Hercegovinës për shkak të rritjes së nivelit të ujit të lumejve. Si pasojë e rreshjeve intensive të shiut për disa ditë radhazi këtë javë në pjesën më të madhe të Bosnjë-Hercegovinës, lumejt dolën nga shtrati. Në komunën e Kostajnicës në perëndim të vendit, niveli i ujit të lumit Una i kaloi 450 cm. Gjendja e jashtëzakonshme u shpall si masë parandaluese për të mbrojtur nga përmbytjet edhe në Prijedor, raporton Radio Televizioni i Republikës Srpska, entiteti serb i Bosnjës. Administrata e qytetit njoftoi të shtunën se rreth 350 ndërtesa u prekën nga përmbytje gjatë natës. Gjendje e jashtëzakonshme u shpall edhe në Laktash, Gradishka dhe Qelinaç për shkak të rritjes së nivelit të ujit të lumejve. Gjendje më e rënduar raportohet në pjesën veriore dhe veriperëndimore të Bosnjës, ku janë mbyllur disa rrugë kryesore. Mësimet janë pezulluar në shumicën e shkollave në atë pjesë të vendit. Në fund të vitit kaluar, Bosnja u përball me vërshime vdekje prurse, ku 27 persona humbën jetën nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut më 4 tetor.